Dita e verës njëhet si festa e të gjithë shqiptarëve, por Elbasani dhe Ballokumja janë zemra e kësaj dite. Mes vizitorëve të shumë në festën e këtij qyteti ishte edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda. Në Elbasan, çifti Rama është pritur nga kryetari i bashkisë Qazim Sedini dhe shumë drejtues të lartë socialistë të qarkut. Një atmosferë feste, ku njerëzit kishin mësyrë në qytetin e Ballokumeve për të qenë në zemër të festimeve. Sot, më 14 mars, Elbasani u kthye në epiqendrën e pelegrinazhit. Festa pati një ndikim të çuditshëm te të gjithë. Jo vetëm shtëpit, por i gjithë qyteti ishte veshur me dekori festiv. Kryetari Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda kanë shëtitur në çdo stend të panairit që hapet çdo vit në ditën e verës në këtë qytet. Një lumë njerëzish që donin të kishin në ditën e tyre të festës një kujtim me Edi Ramën. Dikush një foto, pak më tutje, duar që zgjatën për të patur një shtrëngim. Po aty pranë një përqafim, një dëshirë për të takuar Edi Ramën bashkë me fëmijën. Një tjetër foto këtu. E të gjitha këto me batuta dhe atmosferë festive, brenda një panairi. Nuk mungoj as vendosja e verores në një prej stendave brenda panairit të verës. Çifti Rama është ndalur nga të zonjat e stendës për të vendosur verorja, që edhe kjo është pjesë e ritualit të festës. Verorja është një zakon popullor dhe ka një term që ndoshta ka lidhje me emrin e stinës ver në gjuhën shqipe. Kjo ditë simbolizon ringjalljen e natyrës. E teksa u bashkua njësh me turma në bulevardin e qytetit e Elbasanit, Edi Rama theksoi se në ditë si këto, njerëzit e zakonshëm ndjejnë më shumë nevojën e një rilindjeje shqiptare. Festa popullore bashkë me kthimin e diellit shërben për të lehtësuar qoftë për një moment plagët sociale dhe hallet e njerëzve të zakonshëm që në ditë si këto besoj që ndjejnë edhe më shumë nevojën për një rilindje shqiptare, që vuajnë papunësinë dhe ka nevojë për punësim real, që duhet paguajnë taksa më shumë se të pasurit dhe ka nevojë për një taksim të ndershëm, që e kanë të pamundur të marrin shërbime në spitale sepse nuk kanë lek dhe ka nevojë për shërbime publike sipas nevojës, jo sipas mundësisë për të paguar. Në Elbasan ne falë qeverisjes vendore kemi bërë të mundura disa ndryshime të rëndësishme, por qoftë për qytetarët e Elbasanit, qoftë për qytetarët e gjithë Shqipërisë, duam dhe do të hapim një kapitull të ri transformues për një rilindje shqiptare që këto ditë feste mos jenë thjesht një ditë e bukur përmes një rrugtimi në mjegull dhe në gri, por të jenë ditë brenda natyrshmërisë së një rrugtimi të bukur të gjithë shqiptarëve.